Dy familje kanë mbetur në qiell të hapur pasi banesat e tyre që ndodheshin në të njëjtën çati u përfshin nga flakët. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Fushbullqis, ku sipas familjarëve zjarri është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike. Në momentin e zjarrit në banesë nuk ka patur njeri, ndërsa familjarët janë njoftuar nga fqinjët. Latif Doga shpreh se zjarri ka nisur nga një shkëndijë elektrike në katin e dytë të banesës. Ai thotë se asgjë nuk ka shpëtuar pa u djegur, ndërsa thekson se kanë mbetur në mëshirë të fatit dhe jetojnë në rënojat të mbetura nga zjarri. Ai bën apel institucioneve që ta mbështesin. Unë kërkoj shtëpi nga shteti, të më ndihmoni. Shtëpi jam invalid. Je invalid ti vetë? Po, se. Invalid. 6 persona jeni në këtë Po, banesë? 6 persona. Ku keni jetu sot e? Unë shaj divani poshtë, mi e stek, një dek robe këtë s'kom vesh i jegant dvëgl e stek, kum fjet poshtë. Po të shaj. Edhe banesa e Lidon Dogës është shkrumbuar e gjitha nga flakët. Vetë ai shpreh se 6 anëtarët e të dy familjeve kanë mbetur në qiell të hapur dhe se nuk kanë ku të jetojnë. Ashtu si Latifi edhe Lidoni bën apel për ndihmë në këto momente të vështira me të cilat po përballet familja e tij. Quhemi Lidon Doga, çuni Frit Dogës. Shtëpia na djeg, kena ngel në qiell të hapur, jena 6 persona. Siç është. Nga ora 7 Heqrek 7:20 na morën telefon se a djeg shtëpia. Kur na morën telefon erdhëm, ne këtu I kishte dalë zjarri në çati. Çfarë të bëjmë na tani? Ndërkohë, djegjes nga zjarri nuk I ka shpëtuar asgjë edhe pse aty ka mbërritur mjeti zjarrfikës. Për të llogaritur dëmet e shkaktuara pranë familjes Doga, kanë shkuar specialistët e mbrojtjes civile të Bashkisë Bullqis, ku pritet të hartojnë edhe raportin.